përfaqësuesit me udhëtësitë e taksi kompanive që gravitojnë në komunën e Çajrit dhe në qytetin e Shkupit. Këtu është edhe koordinatori i këshilltarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim zoti Qemal Musliu. Në vazhdimsi është një problem, domethënë, që i tangon qytetarët, për të veçanti taksi kompanit, për taksi stacionet e tyre, problemet të përditshme të tyre, problemet me licencat dhe disa çështje tjera, të cilat në kësaj lloj takime mundohemi domethënë ti trajtojmë dhe të dalin konkluzione se si ti zbusim dhe ti zgjidhim ato probleme në funksion pra të shërbimit më të mirë për qytetarët, po edhe kompanitë domethënë të kenë një perspektivë më të mirë, sepse pjesa dërmuese e tyre dhe kanë hyrë me investime të mëdha në këtë lëmi, dhe kjo do jetë një nxitje që në të ardhmen ketë edhe më shumë investime që të përsoset kjo veprimtari, që do jetë më mirë edhe për ta edhe për qytetarët. Pikës pari përshëndes kryetarin e komunës së Çajrit se sot na pranoi që t'i tregojmë problemet e tona që i kemi rreth taksi kompanive në komunën e Çajrit. Ne edhe me parë kemi biseduar rreth këtyre problemeve, disa probleme veç që kemi zgjedhur edhe në kuadër të qytetit të Shkupit, por taksh na kanë mbetur edhe disa probleme të zgjedhim, siç janë taksi stacionet në komunën e Çajrit. Kemi pamundësi që të parkohemi në disa vende dhe mendojmë që në të ardhmen bashkarisht do të zgjedhim këto probleme. Po në rregull, fakt, për fat mirë ne bashkarisht kompanitë që gravitojmë në komunën e Çajrit, para disa muajve jemi taku dhe e kemi pranuar një vendim të përbashkët që të vozitim me një çmim me minus 20 denar, edhe tash për tash aja praktikohet të gjithë kompanitë, mendoj që gravitojnë në komunën e Çajrit.